tjetër. Mbrëm konkretisht në fshatin Dajç, në orët e vona të fshatit Dajç, në pronën e babait të kandidates ton për deputet, njerëz të armatosur, janë paraqitur duke i kërcënuar se du ju marrin peng, kryetarin e Partisë Socialiste dhe babain e kandidates për kryetare, për deputete në Parlamentin Shqiptar. Kjo është totalisht e papranueshme. Ne jemi drejtuar instancave shtetërore, normalisht që duhet marrin masat e tyre. Kjo është pikërisht ai momenti indasisë që ne kemi. Çdo natë militantë të Partisë Demokratike qarkullojnë orëve të vona me arsye, pa arsye, totalisht pa arsye, për të gjurmuar dhe për të krijuar alibin e tyre të humbjes në zgjedhjet e 11 majit. A ka patur reagim nga ana e policisë gjatë natës së mbrëmshme? Mbrëm është depozituar kallëzimi pranë drejtorisë vendore të policisë. Drejtoria e policisë vazhdon hetimet e tyre, patjetër që ne do interesohemi se si kanë vijuar këto këshyrje nga policia e shtetit dhe presim një përgjigje dhe veprimin në fakt nga policia e shtetit për këtë rast pa precedent në zgjedhjet elektorale në Lezhë prej vitesh.